Dy parashikime që i dolën të sakta tani, Nostradamus i gjallë frikson botën me paralajmërimin e ri. Athos Salome, braziliani njohur si Nostradamus i gjallë, ka rikthyer vëmendjen me një paralajmërim të fortë, duke pretenduar se bota po i afrohet një pike kritike ku tensionet globale mund të shpërthejnë në një konflikt të ri. 39 vjeçari i cili pretendon se ka parashikuar më herët pandemin COVID-19, ndërprerjen globale të Microsoft dhe vdekjen e mbretëreshës Elizabeth II, thotë se dy nga parashikimet e tij për vitin 2026 tashmë janë realizuar, për shkallëzimi i konfliktit mes Iranit dhe Izraelit si dhe triumfi i Spanjës në Kupën e Botës. Tashmë ai po rikthen në vëmendje një tjetër parashikim të bërë në fund të vitit 2025, sipas të cilit Rusia dhe NATO mund të përballen ushtarakisht në Arktik. Sipas Salome, shkrirja e kullnajave po hap rrugë të reja detare dhe po ekspozon rezerva të mëdha energjie, duke e kthyer rajonin në një pikë strategjike me shumë rrezik të lartë. Ai thekson se zhvillimet e fundit përfshirë zgjerimin e pranisë ushtarake ruse në Arktik dhe dislokimin e mira trupave të NATO-s në zonë, e bëjnë këtë skenar edhe më të mundshëm. Përveç Arktikut, Salome paralajmëron se rajoni i Sahelit në Afrikë mund të shndrohet në një tjetër vatër të rrezikshme ku grupet ekstremiste dhe rivaliteti mes fuqive botërore mund të përshkallëzojnë situatën. Në listën e tij të parashikimeve për vitin 2026 ai flet për vazhdimin e luftës në Ukrainë pa një marrëveshje paqe, tensione të zgjatura mes Kinës dhe Tajvanit, me blokada dhe sulme kibernetike, shtim të sulmeve kibernetike ndaj infrastrukturës kritike në Europë dhe Amerikën e Veriut, përhapje të reja të gripit të shpendëve, dengës dhe Bempol, rritje të mashtrimeve me inteligjencën artificiale dhe deepfake, si dhe valë ekstreme të nxehtit, përmbytje dhe thatësira të lidhura me ndryshimet klimatike. Vetë Salome pranon se parashikimet e tij nuk janë siguri absolute. Ai thotë se ato bazohen në analizën e cikleve historike, simboleve dhe në studimin e kabalës, duke i cilësuar si interpretime dhe jo si fakte të garantuara. Parashikimet e Athos Salome për vitin 2026 dhe të ardhmen përfshin ngjarje të bujshme që prekin teknologjinë, familjet mbretërore dhe shkencën, sipas raportimeve nga mediat si Daily Star dhe New York Post. Dy nga profecitë e tij për këtë vit ka ndodhur tashmë: fitoria e Spanjës në kampionatin evropian botëror dhe rritja e tensioneve mes Iranit dhe Izraelit. Parashikimet kryesore për vitin 2026, stuhi diellore dhe paniku. Ai ka paralajmëruar se moti hapësinor do të bëhet i paparashikueshëm. Kjo mund të shkaktojë ndërprerje masive të energjisë elektrike dhe kolaps të komunikimeve. Ndarja e Harryt dhe Meghanit, Salome parashikon një ndarje profesionale ose divorc krijues mes çiftit mbretëror. Ai shton se fëmijët e tyre, Arch dhe Lilibet, do të luajnë rol në pajtimin e familjes rreth viteve 2030-2031. Tronditje në familjen mbretërore britanike, një problem shëndetësor i një antari kyç të familjes pritet të shkaktojë një ngjarje të madhe që do të lëkundë monarkinë. Përparime ekstreme mjekësore. Parashikojnë zbulime që ngadalsojnë plakjen dhe përmirësojnë jetëgjatësinë e qelizave. Ai përmend edhe shfaqjen e njerëzve të modifikuar gjenetikisht më rezistent ndaj sëmundjeve. Zonat e tjera të nxehta dhe lufta e padukshme. Lufta e makinerive dhe njerëzve, sipas parashikimeve të tij. Në The Economist Times, lufta e tretë botërore nuk do të jetë tradicionale, por një betejë kibernetike dhe digjitale. Kërcënimi nga inteligjenca artificiale AI. AI paralajmëron se njerëzimi rrezikon të humbas kontrollin mbi AI. Përdorimi i teknologjisë de facto do të përdoret për propagandë politike dhe keq informim ekstrem. Sulmet ndaj satelitëve. Konfliktet e ardhshëm do të nisin me bllokimet satelitëve dhe rrjeteve të dhënave për të krijuar konfuzion për paralëvizjeve ushtarake në terren. Athos Salome pretendon se nuk përdor magji, por një përzierje të kabalës, numerologjisë dhe analizës së inteligjencës gjeopolitike. Ai studion matricat matematikore të ngjarjeve historike për të gjetur modele që përsëriten në të ardhmen. Parashikimet
sistemet e kaluara që u vërtetuan. Sipas mediave ndërkombëtare, ai ka marrë vëmendje për saktësinë e këtyre ngjarjeve pandemia COVID-19 në vitin 2012. Ai shkroi për një virus global që do të bllokonte botën në vitin 2020. Vdekja e mbretëresh Elizabeth II, ai e parashikoi vitin e saktë të ndarjes së saj nga jeta vitin 2022. Blerja e Twitterit, ai paralajmëroi se Elon Musk do të blinte një rrjet të madh social përpara se të ndodhte blerja e X. Kolapsi Microsoft 2024. Ai parashikoi një ndërprerje masive kibernetike që do të bllokonte fluturimet dhe sistemet bankare globale. Metoda e tij, çfarë është parashikimi shkencor? Matrica e kabalës, ai përdor sistemin antik të numrave për të deshifruar kodet e fshehura pas emrave dhe datave të rëndësishme. Analiza gjeopolitike, ai kombinon intuicionin e tij me studimin e tendencave aktuale të teknologjisë dhe politikës globale. Gjurmët e energjisë, Salome pretendon se ngjarjet e mëdha lën një gjurmë frekuencë përpara se të ndodhin fizikisht, të cilën ai mund ta lexojë. Sipas parashikimeve të tij më të fundit të raportuara në media si Daily Star dhe New York Post, Athos Salome përqendrohet te ndryshimet e mëdha të pushtetit dhe mbijetesa digjitale. Fatet e liderëve botëror dhe ndryshimet e pushtetit, instabilitet për liderët kryesor. Ai parashikon rënje në sodopsimin e papritur të disa prej figurave më të fuqishme politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusi dhe Kinë për shkak të tradhtive të brendshme, shfaqja e një lideri të ri teknologjik. Një miliarder i industrisë së teknologjisë do të marrë një rol të fuqishëm politik global duke sfiduar qeveritë tradicionale. Rritja e liderëve rajonal, pushteti do të zhvendoset pjesërisht nga superfuqitë e vjetra drejt koalicioneve të reja në lindjen e mesme dhe Azi. Si të mbrohemi nga rreziqet kibernetike dhe digjitale? Mbrojtja e pavarësisë, Salome këshillon reduktimin e ekspozimit të dhënave personale në rrjetet sociale për të shmangur vjedhjen e identitetit nga sistemet AI. Diversifikimi i komunikimit, ai sugjeron që bizneset dhe individët të kenë plane rezervë jashtë linje për komunikim dhe ruajtje të dhënash. Skepticizmi ndaj lajmeve për shkak të teknologjisë deepfake, çdo informacion vizual ose audio duhet verifikohet nga burime të shumëfishta përpara se të besohet. Skeptikët dhe shkencëtarët e vlerësojnë punën e Athos Salome me mjaft dyshim. Ata sqarojnë se sukseset e tij vijnë nga teknika të njohura psikologjike dhe skeptikët dhe shkencëtarët e vlerësojnë punën e Athos Salome me mjaft dyshim. Ata sqarojnë se sukseset e tij vijnë nga teknika të njohura psikologjike dhe jo nga aftësitë të mbinatyrshme. Pikpamja e shkencëtarëve dhe skeptikëve. Efekti parashikimeve të tij. Shumë profeci përdorin gjuhë të përgjithshme, ku lejon që çdo ngjarje më vonshme të interpretohet si sukses. Për zgjedhja e informacionit, mediat ndjekin vetëm parashikimet që dalin të vërteta, ato harrojnë qindra deklarata të tjera të tij që nuk u realizuan kurrë. Analiza e thjeshtë e trendeve. Parashikimi i sulmeve kibernetike apo i tensioneve në lindjen e mesme bazohet në lajmet aktuale. Çdo analizë gjeopolitik mund të bëjë të njëjta supozime pa përdorur numerologjin. Për Shqipërinë, çfarë ka parashikuar Athos Salome? Athos Salome nuk ka bërë asnjë parashikim specifik ose të drejtë për Shqipërinë në listat e tij të profecive globale. Emri i Shqipërisë nuk shfaqet në deklaratat e tij zyrtare të publikuara në mediat ndërkombëtare apo në ato shqiptare. Megjithatë, parashikimet e tij të përgjithshme prekin rajonin e Ballkanit dhe Shqipërinë në mënyrë të tërthortë përmes tre planeve kryesore. Ndikimi nga konfliktet globale. Si pjesë e Europës dhe antare NATO-s, Shqipëria preket automatikisht nga parashikimet e tij për tensionet ushtarake mes Rusisë dhe Aleancës Perëndimore në Arktik, shkruan Daily Star. Salome paralajmëron se rritja e trupave dhe raketave në veri të Europës do të detyrojë të gjitha vendet e NATO-s të rrisin gatishmërinë ushtarake, kolapsi digjital dhe kibernetik. Paralajmërimi i tij për një luftë të padukshme përmes sulmeve kibernetike dhe satelitëve dhe infrastrukturës kritike nuk njeh kufi. Shkruan The Economist Times. Çdo bllokim i rrjeteve globale të internetit apo i sistemeve të Microsoft, ngjarje që ai pretendon se parashikoi në vitin 2024, preku drejt për drejt dhe institucionet dhe ekonominë në Shqipëri.
Ndryshimet klimatike, parashikimet e tij për motin ekstrem, stuhit elektromagnetike diellore dhe ndryshimet e shpejta klimatike përfshin të gjithë pellgun e Mesdheut. Kjo nënkupton periudha akoma të mëdha nxehtësie dhe dështime të sistemeve të energjisë që mund të ndihen edhe në rajonin ton. Ndërsa një parashikim specifik tregon se fokusi i tij mbetet te superfuqitë gjeopolitike, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusi, Kinë, lindje mesme dhe jo tek shtetet individuale më të vogla ashtu si kurse dhe Shqipëria. Pra për vitin 2026, Nostradamus i gjallë Athos Salome ka publikuar një listë me 10 parashikime kryesore, nga të cilat pretendon se 2 ka ndodhur tashmë sipas New York Post. Ngjarjet e parashikuara për këtë vit ndahen në disa fusha. Ngjarjet që ai pretendon se u vërtetuan: konflikti Iran-Izrael. Salome parashikon se tensionet në lindjen e mesme do të arrijë një pikë kritike pikërisht në tremujorin e dytë vitit 2026 për shkak të programit bërthamor të Iranit. Fitoria e Spanjës, ai merr meriton për parashikimin e triumfit të Spanjës në futboll. Daily Star. Parashikimet e tjera për pjesën e mbetur për vitin 2026, lufta në rrethin arktik. Ky është parashikimi i tij më i bujshëm më aktual. Ai thotë se shkrirja e akujve për shkak të ndryshimeve klimatike do të hapë rrugë të reja detare, gjë që do të ndezë një konflikt të ri ushtarak gjeopolitik mes Rusisë dhe NATO-s. Stuhi diellore dhe paniku global. Salome pretendon se moti hapësinor do të bëhet jashtëzakonisht i paparashikueshëm, duke sjellë stuhi diellore që rrezikojnë të shkaktojnë ndërprerje masive të energjisë dhe kolaps të komunikimeve satelitore. Ndarja e princit Harry dhe Meghan Markle. Ai parashikon një ndarje profesionale apo divorc krijues për çiftin mbretëror, duke sjellë një tërheqje të tyre të përkohshme nga vëmendja publike, shkruan The Economic Times. Tronditje në monarkinë britanike, një problem serioz shëndetësor. Një antar i kyç të familjes mbretërore pritet të lëkundë themelet e pallatit Buckingham. Ndryshime të imazhit për VIP-at e Hollywoodit. Ai ka bërë parashikime specifike dhe për yjet si Cindy Sweeney, një kthese madhe në karrierë. Blake Lively, kalimi në rolin e produktores dhe tërheqjen e moderatores Kaylee King nga emisionet e mëngjesit The Economic Times. Zbulime revolucionare në mjekësi. Në vitin 2026 pritet të shënoj fillimin e terapive të reja gjenetike që ngadalsojnë plakjen dhe rrisin jetëgjatësinë e qelizave njerëzore.